fillojmë me faljen e namazit xhenazës, ju kisha lutur jashtë ka jeni tërhiqni namaz. Që mos dalin me safra e imamit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Falënderojmë Zotin Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu, salat dhe selam e dërgojmë shpirtit e Muhammed Mustafa alayhi salam, shpirteve të familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi shpirtat e gjithë besimtarëve dhe besimtareve që e ndjekin dhe përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Fillimisht lutim Zotin Gjelle Shanu që namazin e drekës prej neve dhe gjithë besimtarëve Allahu ka rrugë dhe paftë. Të nderuar vëllezër, të nderuar bashkëtarë, mysafirë, dashamirë, ne sot po japim lamturën e fundit me shpresë që inshallah do të ritakohemi me miqën tonë Busharimin tonë Xhifatin, duke lutur Zotin Xhallal Shanuhu për jetën e tij që e ka jetuar në këtë botë si besimtar i devotshëm dhe i sinqert, me dashurinë dhe madhe që ka pasur për këtë fe që të triumfon në çdo cep të globit. Lutim Zotin Xhallal Shanuhu që ta ketë shpërblime të mirat e tij. Për sprovën që ka pas për këto 6 muaj, inshallah kanë qenë pastrim për te, e sigurisht që është edhe ashtu se për pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur Allahu e sprovon robën e tij e don. Dhe kjo ishte një shenjë që ai u pajtu me atë caktimin me të cilin e kishte caktuar Zoti Xhallal Shanu për te, që qëtë pastrim dhe nesër qëtë dëshmi për atë me të cilin ka dhuru dhe është pajtu me caktimin e Allahu Xhallal Xhelalu ve Xhallal Shanu. Ne nuk do të flasim diçka pas vdekjes, ai ka qenë i tillë i cili dashuria e tij ka qenë për këtë fe e madhe, kontributi i tij dihet që ishte në Zvicër kur ka qenë dhe ka vepruar që për hapjen e xhamisë në Vintetur, po ashtu edhe në vendin këto, çdo an ka qenë nga të parët aty ku është desht të bëhet mirë, sepse ai ishte një cilësi e besimtarit të devotshëm, për atë këtë cilësi e kishte edhe në vetveten e tij. Në inshallah atë kontributin e tij dhe mirësinë e tij që ka pasur dhe shpirtin e tij të mirë besnik, inshallah tek Zoti Xhallal Shanu ka qenë i tillë. E bani jetë për ta falë namazin e xhenazës për burr, pasi ta marrim tekbirin e parë të ndonjë subhaneke wa jalla thanahu në fund, pas tekbirit të ditë salavat mbi shpirtin e Muhammed Mustafa alayhi salam, pas tekbirit të tretë këndoni dua për të vdekurin, ata që s'kan arritur të mësojnë të këndojnë surën Fatiha, dhe pas tekbirit të katërt japim selam, krejt në fund këndojmë Fatiha për shpirtin e marhumit. E bani jetë. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lillahi al-Fatiha.